Dhuro gjak dhe mund të shpëtosh edhe ti një jetë fëmije talasemik. Kjo thirrje që më shumë se një slogan, ngjan me një mesazh zemre, ka prekur edhe të huajt që jetojnë dhe punojnë në Shqipëri. Meredith dhe Paul janë shtetas amerikan dhe çdo vit dhurojnë vullnetarisht gjak për fëmijët shqiptar me talasemi, gjest për të cilin me të drejtë krenohen. I donate every year when I can, yes. It's a pleasure to donate. I like to give blood. It doesn't hurt at all. Unë dhuroj gjak çdo vit sepse është kënaqësi të dhurosh dhe nuk të dhëm mbas pak. Për më tepër unë kam gjak të rrallë, zero negativ që mund të dhurohet kujdo që ka nevojë, por edhe për faktin se përfshira në këtë nisëm humanitare më shkëput nga zyra për pak kohë gjatë së cilës mund të kontribuoj për komunitetin. For a few minutes and I can do something for the community. I do this since I was 18. E bëj këtë që kur isha 18 vjeç dhe u bë shumë kohë që atëherë. Por dëgjova se gjaku që ne po dhurojmë do të shkojë për trajtimin e fëmijëve talasemik në Shqipëri. Çka mendoj se e bën këtë dhurim edhe më të veçantë. Është diçka unike. Të dy janë punonjës të ambasadës amerikane në Tiranë, e cila ka 10 vite që është rreshtuar në krah të kryqit të kuq shqiptar. Në nismën dhuroni gjak, shpëtoni një jetë fëmije. This is actually our 10th year that the US Embassy has been involved in. Ky është viti i 10 që ambasada amerikane po promovon dhurimin e gjakut dhe ne zakonisht e bëjmë këtë 2 herë në vit, duke bashkëpunuar ngushtësisht me kryqin e kuq shqiptar dhe bankën e gjakut. Unë u bëj apel bizneseve vendase t'i bashkohen nismës dhe të lejojnë punonjësit e tyre të ndihmojnë komunitetin duke dhuruar gjak. In Albania. Sipas mjekëve, të dhurosh gjak nuk ka asnjë pasojë për shëndetin e dhuruesit. Përkundrazi, dhurimi i gjakut një herë në 4 muaj është edhe një mjet i shkëlqyer parandalimi për shëndetin e dhuruesit, të cilit i bëhen falas analizat dhe vizitat e kontrollit, ndërsa gjaku i tij përtërihet plotësisht. Talasemit janë një grup sëmundjesh trashëgimtare, të karakterizuara nga një defekt gjenetik i sintezës së hemoglobinës dhe transmetohet nga bashkimi i 2 individëve mbajtës të talasemis, që nëse vendosin të bëjnë fëmijë. Në 75% të rasteve, sëmundja transmetohet tek foshnja. Shërimi nga talasemia sot është i mundur nëpërmjet transplantit të palcës së shtyllës kurrizore, por është e domosdoshme të gjendet një dhurues i të njëjtit grup me atë të smurit në mënyrë që të evitohet papajtueshmëria. Mbijetesa e talasemikëve është e lidhur me transfuzionin periodik të vazhdueshëm të gjakut. Për fat të keq, ky i fundit mund të gjendet vetëm nëpërmjet dhurimit. Një i sëmur talasemik ka nevojë për rreth 50 dhurime në vit, por në total, dhurimet vjetore llogariten në afër 7.000 të tilla dhe mbulojnë vetëm 25% të kërkesave vjetore. Kryqi shqiptar nuk do lodhet kurrë së promovuari dhurimin vullnetar falas gjakut. Kanë nevojë fëmijët talasemik, kanë nevojë nënat që japin jetë, kanë nevojë njerëz që futen në operacione, kanë nevojë fëmijët, kanë nevojë të rriturit. Qëllimi duhet të jetë që dhe Shqipëria si çdo vend tjetër të kuptojë që nevojat për gjak nuk sigurohen nëpër fabrika dhe nëpër uzina, gjaku nuk prodhohet, gjaku jepet vetëm nga njerëzit për njerëzit. Prandaj akti është thellësisht humanitar. Përfitoj nga rasti që të falenderoj ambasadën amerikane. Ne jemi 2 herë në vit pranë kësaj ambasade, jemi mirënjohës për ta, por edhe për shumë institucione shqiptare. Mentaliteti për fat mirë ka ndryshuar. Shifrat nga vit në vit janë në rritje të personave, të shqiptarëve, qytetarëve që dhurojnë gjak. Por nuk është e mjaftueshme. Nuk është e mjaftueshme. Synimi duhet të jetë që Shqipëria të jetë nga ato vende që siguron 100% nevojën për gjak nëpërmjet dhurimit vullnetar. Jemi larg kësaj shifre, për fat keq. Në Shqipëri mungon një depistim i gjerë i popullatës së rritur për të parandaluar lidhje në çift të personave bartës të talasemis. Ekzaminim ky që do të parandalonte për hapje në linjë vertikale të smundjes.